Çmimi i naftës në Kukës ka pësuar një rritje të menjëhershme gjatë 3 ditëve të fundit, ndërkohë që drejtuesit e mjeteve thonë se rritja po ndikon drejt për drejt në kostot e tyre të përditshme. Rritje që 3 ditë ka 2000 lekë kilja naftës ka shku, katastrofë. Punë s'ka, lëvizje s'ka, kotë të dalë të në rrugë madhe. Po, me rritjen e naftës do të mundemi përballu? Jo, hiq, s'ka punë, hiq. Veç dalim shkret të nëtë që. Rrit shumë, rrit 1850 lekë ka shku. Sa ka qenë para? A ka 1500, 1300, 1500, ta shka grejt. A dalim që do taksi, pa gjujmë taksi, punë s'ka, njërës s'ka. Kukës aftrit 100-120 lekë, 150 lekë. Si po e përballojnë këto tash naftën? Po nuk po e di tani me përballojnë si mas s'kan qa me bon, e përballojnë se s'kan qa me bon. Rritja e çmimit të naftës është zhbretur edhe në Prizren. Prej vitesh shumë drejtues mjetësh nga Kuksi zgjedhin të furnizohen me karburant në këtë qytet për shkak të çmimeve më të ulta. Aktualisht çmimi i naftës në pikat e karburantit në Prizren varion nga 1.50 deri në 1.55 euro për litër. Drejtuesit e mjeteve thonë se pavarësisht rritjes së fundit në Prizren, nafta mbetet rreth 40 lekë më e lirë për litër krahasuar me Kuksin. Ku furnizoni me naftën? Unë e marr në Kosovë sa herë, po atje ka rrit më shumë. Nga 1.15 apo 1.55, 1.50. Po në krahasim me Kuksin Në krahasim me Kuksin prap lun 300 lekë, më lirë. në Kosovë? Po, bile 400 lekë, me të thonë madhe sa euro e poshtë, 400 lekë lun. A shkon shumë Kuksian e blejnë naftë atje? Gjithë Kuksi, roll na një si shkon atje, gjithë Kuksi në Prizren shkon e mukën me naftë, për ditë. Këtu në Kukës shumë një pakisë e vogël, edhe për Tiranë e bile vin, jo për Kuksi. Sa është kosta, dhe më thënë, për një automjet që rrugton një Prizren, si shpenzime si nxjerr tash me rritjen e naftës? Po, kosta akon 50 euro ma lirë me mushi separator për Kuksi, tani 30 euro prapë ma lirë bje. 20 euro është diferenca tani për tani si ka kalu çmimi i naftës. Ku e merr në Prizren naftën, a? Po, ku e një separator prapë i ke 30 euro ma fitim nga se me Kuksin atë Tiranën, ku i bje. E në Kosova grejt ka shku 1 euro e 60 cent. Shife se shumë Kuksian e blejnë në naftën Prizren. Këtë Kuksi Dibra e blenë në Kosovë, se janë ma lirë. Nafta ven nga Shqipëria, futet në Kosova ma lirë, këto a ma shtrenë. Këto do mu që popli, jo qeveritar për karike, për rokë, qot popli për naftën, e për ushqimit, asë jesën tjetër e jo. Ta bëjmë një krahasim. Kukës sa është nafta aktualisht me rritje? Aktualisht është 1850 lekë. Në Prizren? Prizren është 1 euro 45, 1 euro e gjimës, nuk ka ma shumë. Sa është fitimi kur e blenin naftën? 300 lekë ma lirë. Ma lirë? Po, garantome. Naftën ku e merrni juve? Në Prizren mas shumë di. Po pse? Nga që ma lirë. Sa është ma lirë me këto çmime aktuale? 500-600 lekë ma lirë është. Në Prizren, po. Sa merr ti për shembull një 60 litra. Sa kursen nga 30 euro, 40 euro. Nga do 60 litra? Po. Shumë shtrenjtë, katastrofë. Nga ana tjetër, shoqata e naftëtarëve të Kosovës ka bërë të ditur se në vend ka sasi të mjaftueshme të derivateve të naftës. Sipas kësaj shoqate, edhe në kushtet e tensioneve dhe krizës në Iran, qytetarët në Kosovë po furnizohen me karburant me ndër çmimet më të ulta në rajon.